Sa po kam ardhur tek Farmer për të zgjedhur disa produkte. Ejani me mua. Për të patur floksa më të dëndur dhe me shkëlqim, unë do të tregoj gjithë rutinën që kam marrë tek Farma, produktet nga i pari tek i fundit. Do i marrim produktet me radhë. Pikë së pari duhet të eksfoliojmë skalpin dhe është ky produkt i cili ndihmon në eksfolim, mënyrë që të produktet të përtiten sa më mirë. Sigurisht duhet edhe furça, e cila ndihmon në masazhimin e kokës dhe përdoren së bashku, në përdor edhe me serumin mbas larjes. Unë kam zgjedhur këtë shampon që është për hair loss, në mënyrë që të më rigjenerohen akoma dhe më shumë flokët nga rënja përgjatë stinës së vjeshtës. Përdorim protein bonding treatment që unë e kam ndarë gjithmonë, e përdor si mask dhe lej për diku 10 minuta në dush, dhe produktin tjetër i cili është po e njëjti, protein bonding, që ndihmon që rënjat e flokëve mos digjen gjatë kohës që ne përdorim tharse. Diçka tjetër që unë përdor për majat është Macadamia Damage Care Solution, që është për flokët disi të dëmtuar nga krehje, dhe ajo që unë bëj është që këtë të dyja i miksoj bashkë dhe i përdor për pjesën. Dhe e fundit për rënjën e flokëve është ky produkt këtu, i cili ndihmon në rigjenerimin e skalpit, rigjenerimin e flokëve dhe daljen e flokëve të reja. Mos harroni, keni 25% ulje për festën e gruas deri në datë 8 mars, kështu që nxitoni jo vetëm tek shampot, por të gjitha produktet.